Përderisa qytetarët e komunitetit musliman po i shijojnë ditët e muajit të shenjtë të Ramazanit, Instituti i Shëndetit Publik ka përgatitur rekomandime të shkurtra për ushqyerjen gjatë agjerimit. Qëllimi sipas tyre është që agjerimi të kalojë lehtë dhe në mënyrë të sigurt për shëndetin, duke siguruar energji të mjaftueshme dhe ekuilibër në vakte. Nga instituti rekomandojnë që qytetarët të bëjnë balancë ushqimore, vakte të larmishme me karbohidrate, proteina bimore, yndyrë të shëndetshme dhe vitamina. Pini ujë rregullisht gjatë kohës së lejuar, shmangni pijet shumë të ëmbla dhe të gazuara, ulni ushqimet e skuqura, shumë të kripura ose shumë të ëmbla, përfshini fasule, thjerza, qiqra, arra dhe drithra integrale. Nga Instituti i Shëndetit Publik sqarojnë se rreziqet e mundshme janë lodhja, dehidratimi, mungesë vitaminesh dhe probleme me tretjen. Për çdo problem të mundshëm, ata rekomandojnë që të konsultohet mjeku. Sipas tyre, kujdesi për shëndetin është zakoni më i mirë, edhe në ditët e përmbajtjes dhe vetpërmbajtjes. Kujtojmë se muaji i Ramazanit ka filluar më 19 të shkurtë dhe do të përfundojë më 20 mars. Agjerimi fillon në kohën e imsakut të paramëngjesit dhe përfundon në kohën e iftarit në mbrëmje, gjithsesi 13 orës gjatë agjerimin e ditë.